Arber Hajdari flet pas mbarimit të Big Brother VIP, zbulon emrin e banorës që e ka telefonuar pas spektaklit, ishte e preferuara, mund ta themi. Në një intervistë e parë pas mbarimit të Big Brother VIP ka qenë Arber Hajdari që ka folur më shumë, e ka treguar disa detaja rreth marrëdhënieve të ndërtuara mes tij në këtë edicion të Big Brother VIP edicioni 4. Në zbatuta, Arbri ka treguar se fill pas mbarimit të emisionit ka telefonuar Gerta Gixharin dhe ka thënë se do ta lënë së bashku që të dalin me një grup banorësh, me banorët e divanit të kuq. Ai pohoi se gëzon një raport shumë të mirë me ish banorët e Big Brother VIP që për edicionit të parë. I ngacmuar nga bjeta se cilin prej opinionistëve që e ka ndarë në studio do ta zgjidhte në 4 edicione, Arbri veçoi Jacqueline Dekatarin dhe Neda Ballukun. Më tej, Arbri pranoi se në këtë edicion patjetër ka fituar edhe miqësi, sidomos kryesisht me drejtuesin e spektaklit Ledion Liçën dhe producenten Sara Hoxha, teksa tha, Sara profesioniste, për mendimin tim më e mira në këto troje. Top Channel ka treguar se është njëshi i spektaklit, ka treguar se meriton të hiqesh kapelen, ka përfunduar Arbri fjalin, teksa u pyet edhe disa pyetje pikante duke shtuar: edhe pse ti nuk mund na i tregosh, më thuaj se kush ka qenë më persistentja si edhe që ka fituar simpatinë tënde këtë edicion. Teksa Arbri u përgjigj: dua të tregoj diçka, më telefonoi përpara fillimit të emisionit e më ka ftuar edhe të dalim me një grup banorësh. Në persistentja ka qenë pikërisht Gerta Gixhari. Nuk më erdhi mirë që nuk pat një vend për të në finale, pasi e meritonte, ka dhënë gjithçka që nga fillimi. Ai çuditi duke dhënë troçe dhe emrin e banorës më pak inteligjente si dhe më inteligjent. Për inteligjentin ai zgjodhi Lajërtin, ndërsa për më pak inteligjenten zgjodhi Valbonën, por e kamufloi duke thënë: jo inteligjente në gjëra të tjera, por në lojë. Për mua veprimet e saj nuk kanë qenë inteligjente, edhe pse shkoi goxha lart, u shpreh Arber Hajdari.